Parazim, po çfarë rastësie? Mateo dhe Brikena kanë të dy 14. Darkën private do ta haj Mateo dhe Brikena. Çfarë është shkruar, është shkruar. S'do ti? Kam thënë as pasë. Unë du për vete, me zi për 5. Unë kur s'kam thënë ty, nuk du me ardhë më fola, të kam thënë një këtë sikur t'i banë në tjerë. Unë t'ishte ka majtë vendin tem, se kam pas dyshimet e mija. Në tweeta ime thotë se ka hala dyshime. Qa me ba? A me deka? Me qef isha quja kisha dhënë i përqafim aty, po e dhja do më thënë e kisha me një tim në atë momentin e Brikenës. Kam kisho që? Ja. Meshkuj që din me gatu nuk i kam qef, si kam qef. Unë s'dit. Po shkoj një, avash, unë s'butën ujrat. Kjo se qa fare për të bërë. Po do vetëm lojë dhe Ato s'ka pëlqyer shumë ai një orë që i mbrëmshëm i Prime-it, që u morëm vetëm ato dy. Ti e ke topin në këmbë dhe nuk di të bësh gol. Djalë si Mateo nuk i pron shumë. Po mirë, ajo të nxorri nominamin, të bëri lehtë, të bëri mashtrus në sy të gjithë Shqipërisë. Edhe kësh me tok Brikenën. Po ka çik. Jeti përmendu? Po, pak. Më pëlqejnë bjondat me sy të qajtë. Kur nuk më pëlqejnë meshkujt, kështu të ketë vrullë. Nuk më pëlqejnë. Së më pëlqejnë edhe qajtë. Se ti shef çunat në shenjë horoskopit? Thjesht kam qef me ditë. Demi dhe Dashi. Demi dhe Dashi. X. Da që vërin dhe në rejtje. Jo. X. Për mu është X. Brikena është Casey në versionin femër, që të jep sinjal, e pasaj të lëf, thjesht nuk ka një ina për ta vazhduar i saj. Po kjo nuk është Ina. Po, absolutisht. Ajo është Stelina. Është komplet një Stelina. A ki motra ose vllazni? Po, kam motrë më të vogël. 21. Vllajën e kam 31. Po ti? Kam treguar kam një vlla dhe një motrë më të vogël. Si është historia fije për pe? Si kam pa herën e parë, unë e kam çudorën dhe kam thënë shqips se kemi shkëmbys ca mesazhe. Unë me Brikenën jemi njohur nëpërmjet Instagramit dhe mbas shumë kohë që ne kemi shkëmbyer mesazhe, normal ka qenë pëlqim nga të dyja anët. Ne jemi takuar në Prishtinë. Që jeni pa i herë, në qoftë se kish pas interes të dy anshëm, kishëm vazhdu me u taku. Kam shkuar të takoj Brikenën afër Prishtinës, diku aty afër në Vushtri, dhe në kohën që isha duke pritur, më pren rrugën një makinë. Edhe më afroi dikush tek xhami dhe më thot, "Çfarë ke ti Brikenën?" Edhe më pyet, "A e di babai i saj që ti frekuentosh me Brikenën?" Jemi me i kohë që kërkush nuk mundet me të zër me të ndalu për me pa i person. Telefonon babain e Brikenës, cili ma kalon mua në telefon, dhe unë i them, "Unë me Brikenën thjesht njihemi, flasim, dhe nuk është domosdoshme kjo telefonat, përderisa sapo kemi filluar të njihemi." Mua më thot Brikena, hajde më merr, dhe unë i them, "Kshu më ndodhi." Dhe ajo thot, "Hajde pa merak." Në momentin që ri iki, të më thënë ta takoj, vjen daja saj edhe më thot, "Çfarë do t'i këtu ne folëm mirë." Vendimin që ju të dy të mos takoheshit më me njëri tjetrin i takon vetëm ju të dyve, nuk kanë qenë palë të treta që mund të jenë përfshirë. Atëherë ka pas ca gjëra tjera, por që gjëja më e rëndësishme ka qenë se nuk ka qenë interesi, domethënë nuk kemi pas interes për njëri tjetrin me vazhdu më shumë. Edhe na vun parë një përgjegjësi shumë të madhe, cilën nuk mund ta merrnim. Përputhje nuk ka patur, po puthje ka patur? Jo, s'ka pasur as puthje as përputhje. Ti vazhdon të qëndrosh faktit që mes jush ka patur një puthje apo jo? Po. Dhe ka qenë një puthje apo kanë qenë një takim i cili ka patur disa puthje, po themi? Ka qenë një takim ku janë shkëmbyer puthje. Eksakt. Në momentin që ai e rihap këtë si diskutim, mu më lën me dyshu që ai don me shfrytzu këtë takim për lojë, a kupton? Edhe pse më ka ngel si peng, na thon drejtën, edhe kur kam parë Brikenën që ka qenë pjesë e shtëpisë, unë jam shtangur, kuptoj që ajo mund të ketë siklet shumë të madh nga familja. Unë në asnjë moment nuk do jem armiku i saj dhe në asnjë moment nuk do të cënoj atë apo figurën e saj kurrë në botë.